pas juve? Për menimin tëm ka qenë e pritshme për shkak se figura e Ladrovcit pa marrë parasysh qëndrimeve që i ka pas subjekti i tij politik ka qenë e pacënueshme në komunën ku ka qeverisa i tashe 2 mandate nëse zgaboj, edhe realisht... Po, ky do t'jetë mandati i tretë. Po, ky do t'jetë mandati i tretë. Realisht edhe forma dhe qasja qysh ju ka, që thojnë populli ju ka gjujt PDK-ja zotit Ladrovci, nuk ka qenë fair edhe ka qenë e pahishme për shkak se të e ditë figurën e zotit Ladrovci, po edhe fuqinë e tij në drenas edhe peshën e tij, i zdash me gjetë një formë, edhe pse zoti Krasniqi është deklaruar që i kanë provu gjitha mënyrat, po unë po besoj që si shkon kiamet me palon edhe një mandat me ashtu e kështu e fitoj. Unë besoj që do mi gabo mas shumëti vetë PDK-s, se kjo i bjen sikur me preja degën tone që rrinë ta, e kështu që ta shën dy rrugë. Zotit Ladrovci ka pas deklarim edhe qëndrim prem që nuk ka heq dorë për PDK-s. Ma një ka thonë që është ma PDK-s se sa ka. Sakt, edhe tash janë dy rrugë. Zoti Memli Krasniqi dhe PDK-ja duhet me... Qka tash? A duhet me abdi kush përgjithësi politike? Për shkak se një farë forme... Qfar duhet ishte përgjithësia? Në qfar forme? Dorëheqje? Po që ashtu i bjen? Tash për shembull... Memli Krasniqi duhet me dhanë dorëheqje? Po e shkon e natyrshme. Për shkak se ti nëse e ki luftu një kryetar që me krejt mekanizmat e tu e të partisë tonë i ki qu ndrenasë dhe ki thonë për shembull me nxjerrë një paralele. Për Ladrovcin ka thonë që nuk mundet me konë Ladrovcin mbi partinë, ndërsa për Uran Ismailin ka thonë që Urani është mbi PDK-n. Adem kjo nuk e ka plapsi. Kështu që nuk i ka bo njerë PDK-s, atër tash kjo metet në përgjithësinë e tyne, dhe pse këtu në Kosovë hares shumë pak politikan japin përgjithësi edhe kur dështojnë, edhe kur gabojnë. Krejt që ka ishdash një kërkim fali publike për zotin Ladrovci, edhe me lo njerë me punu edhe qatë mandat që e ka, edhe me pa tani qka teksti që shkon procesi. Plot parti, për mos me thonë të gjitha, e shpallën fitoren në këto zgjedhje lokale. Nuk mund t'jen krejt fitus në një proces zgjedhor. A mund t'a ndajmë kush fitoj, kush humbi të djelen? Bazë rezultatit që po e shojmë si vote për gjithshme kështu e kemë fituse del PDK-ja me numrin më të madh të votave dhe të asambleve, të asambleistave që i ka fitu në për komuna, pasaj radhitet LDK-ja, pastaj vjen në VV-ja dhe kështu AK-ja. Kjo i bie që PDK-ja me kjo, më falë, vetëvendosja me gjithë pushtetin që i ka pas, me gjithë ato pare që i ka pas, kështu më thojza si buqet, edhe me gjithë ato ndima që i ka nda për kategoritë caktume, nuk arriti një farforme me marrë ato që ka kërku që 4 vjetë. Ju nëse ju kujtohet, se tashti na jemi 8 muaj dikon pas përfundimit të zgjedhjeve nacionale, edhe zoti Kurti e pa qit një postim në Facebook që e fituam edhe komunën e Klinc me votat e diasporës. Do të t'i shkryj procesi zgjedhor nacional, në vend që me ule